recetat e ditës, me shien, me aromën dhe me traditën në mes, si gjithmonë. E kemi nisur paraprakisht pak punën për ditën e sotme. Kemi vënë përpara. Kam vendosur mishin të zi dhe ka shumë pak më ndryshe. Kam vendosur edhe qepën që mua më duhet që të jetë e bërë. Për shkak të kohës dhe të minutave që unë kam sot, patjetër unë kam shpituar pak gjërë më tepër. Kam qepën. Qepët e kaloj në... E bëjmë kështu si pelte. E la këtu. Marë tiganin dhe transferoj pjesën tjetër të nxerës. Do të shtoj pjesën e gjalpit. Nëse ju dëshironi, në furrë vendoseni orizin, ose në të kundër se puna ime shpejt e shpejt. Orizin e kam shplar dhe normalisht si dikur kërkoj një... Ja, një sekund t'i largoj këtu unë. Do e pima të lagështirën. Në një copë beze, sepse bezja është me e duhur, që të përthith lëngjet e orizit. Tek gjalpi, do të shtoj shumë pak yndyrë. Super, dhe jaku... Jaku e kemi. Normalisht e kam vendosur në krahun tjetër. Për të gatuar dhe si gjithmonë ne i shtojmë edhe... Për të ruajtur bardhësin, kokrat të shkërmoqet. Dhe me dhe atë aromën e këndshme të freskët të limonit. Opa! Orizi në shumë aspekte është begatia, është pjelloria. është përdorur që në krye, kur bëheshin dasmat që vazhdojnë të marrësh, orizi nuk ekzistonte, por ishte bullguri. Më pas, që themi ne me shkëmbimin e produkteve, orizi ishte që simbolizonte familjen e lidhur dhe shtimin e familjes. Tani, orizi tani ka lek. Dollars. Prap, gjithsesi, prap e përdorin në disa rituale të dasma. E përdorin, faktikisht, e përdorin ato... Se sot ku po përcillet use nga shtëpia, sot lokal direkt, nga lokalin familje, s'ka... Tani keni oriz vetëm për gatim. Jap një kaurdisje... Oriz për dhëmbin e parë, pripse se kemi ca. Në kanë betur dhe për shembull, se di dhe sa kohë do jenë, do të vazhdojnë në ekzistojnë. Për shembull, dikur për dhëmbin e parë ose për këto ishte që jepën nga një flori, nga një gjel i vogël. Dikur. Edhe ai gjel gjithmonë ruhej brez pas brezi. Është njësoj si puna e plumbit, fisheku të mpaj. E njëjta gjë, pra kanë qenë këto ritualet e lek dukagjinit që dikur ishte kushtetut. Kushtetuta me e duhur ishte. Sot orizi po e po. Të na bëjë mirë orizi sot që e kemi. Diçka e florinta, po diçka që të ketë fort për të treguar dhe për të simbolizuar që të jetë fëmijë fort. Dhe bashkë me orizin e zier, si sukliash, që tregon pastaj atë pjellorin, barësin që simbolizon legjenda orizi. Tu kam. Kur thot Albana, na kam betur për ta gatuar dhe për ta shijuar në forma të ndryshme. Krip, op, piper. E gjithë tryeza është e boshatisur dhe tek orizi unë shtoj. Do të shtojmë tani qepën e... Qepën, pra nuk ka arsye përse ne t'i vëshërsojmë punët tona. Nëse unë kam në ndonjë pjesë tjetër, qepe për shembull, ja ku e kam këtu, besoj se s'kam tjetër gjë, e ndihmoj sërish në blender, po të doni ju, pastaj janë krahinore,
mund të shtoni piperin e kuq, por që për mua, thjesht, sepse shija është shije, dhe shijet janë personale, por tradita është tradit. Më pas, kur themi, nëna ime e gatuan të më mirë se nëna jote, sepse ne atë shije kemi parë. I largoj dhe këto se opa, nuk i duha. Lëre, s'ka që mosu. Gjalpi të duhet. Dhe do të shtoj të gjithë të mas këtu. Pra masën e I largoj. copave të pulës, pulë me oriz në furrë është receta jonë, do t'i lexojmë dhe njerë së bashku përbërësit çfarë na është dashur në deri më tani për ta përgatitur këtë recetë të shijshme për drekën e sotme. Kemi marrë pulën, e kemi zier me një kokoshqep në të, 1 kilogram oriz për gjithë familjen tuaj, një qep, 2-3 lugë gjelle gjalp, një tuf koper në fund fare dhe krip piper i zi për të rregulluar shijen. Vendosim tani në fazën e fundit, pasi kemi kaluar këto procese, njërat pas tjetrës. E marrë këtë mas dhe nëse ju zgjidhni gjithmonë enët e duhura, pa tjetër që jeni të fituar. E lë paksa, e lë shumë pak. Nëse ju dëshironi mund të shtoni një gjethe dafine dhe ta largoni. Nëse dëshironi shumë mund të vendosni një hudhër në skuqjet e qepës, sërish të largoni, ose nëse ju nuk dëshironi, e marrë dhe vendos direkte në furrë. Sa, në furrë të parangrohur që unë e kam diku te 235 apo e ullë, sepse nuk po duhet kaq. E lëm te 200. Te 200. Dhe e lëm të bëhet. Dhe pamja e fundit me cilën ne do të shkëputemi nga kuzhina për të kaluar tek parashikimi i yjeve për muajin maj, jemi tek pula me oriz që thuaj një njeri që nuk e shijon këtë recet. Ja, do dhe pak, kështu që nuk po e nxjerrim aty në tryez për ta shijuar siç duhet dhe për të zier siç duhet orizi, duhet minutazhi vet të lumshin duart. Faleminderit. Reçeli do ta vazhdojmë procesin e zierjes, po ashtu do vendosim edhe fotoxhanët dhe në rrjetet sociale do t'i shihni të përfunduara me foto kërkatëse. Nxihet panxhari, po. Qëndron edhe në formën e vet, i pa tjetërsuar. Dhe mos harroni për reçelin e mendes, meqense edhe na kanë pyetur, e gjeni në YouTube-in ton, në kanalin ton Zyrtar Rezedielli. Të lumshin duart, shihemi nesër në kuzhinë, pas pak do t'jemi me parashikimin e muajit maj me Denisa Shyllen.